Tentuan të trafikonin 14 vjeçaren drejt Kosovës arrestohen në Morin 2 të rinj nga Berati. Një tentativë për trafikimin e një të miture drejt Kosovës është parandaluar në pikën kufitare të Morinës falë veprimit të shpejtë të policisë kufitare. Në dalje të territorit të Republikës së Shqipërisë, shërbimet e policisë ndaluan për kontroll një automjet të drejtuar nga shtetësi G, 22 vjeç, i cili po udhëtonte me një vajzë të mitur 14 vjeç dhe një tjetër pasagjer, shtetasin NK 18 vjeç. Nga hetimet e paradyshohet se 22 vjeçari po tentonte të trafikonte vajzën e mitur drejt Kosovës. Shtetasi AK, i cili udhëtonte si pasagjer në automjet, u arrestua për mos kallëzim të krimit pasi nuk raportoi ngjarjen në organet kompetente. Policia bën me dije se ngjarja u zbulua fal analizës së riskut dhe kontrollave të përforcuara në kufi, të cilat po intensifikohen në kuadër të luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimeve ndërkufitare. Të arrestuarit ndodhen në paraburgim, ndërsa vijojnë hetimet në drejtimin e prokurorisë së Kukësit për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e mundshëm të bashkëpunëtorëve të tjerë.